Po ashtu janë shumë aktuale këto aksidentet, qoftë në Hekuruda, si që kemi parë në javën e fundit, madje kishte edhe të vdekur, por po ashtu edhe në atë rrugor. Kemi këtu zotëriun Noldeta, ekspert i komunikacionit, për diskutuar në përgjithësi për këto dhe çfarë duhet bërë ndryshe sa i përket kësaj. Mirë se erdhët në studio. Mirë se vini, zotëri Dedaj. Aksidentet janë shumë shqetësuese në vendin tonë. Po e nisim së fundmi nga këto hekurudore që ka ndodhur, kishim një rast tjetër dje, madje gjatë javës së kaluar ishte rasti tjetër ku edhe një person humbi jetën. Pse po ndodhin kaq shumë këto aksidente? Ku është problemi dhe ku është faji, nëse mund të themi? Të dy rastet kanë ndodhur në komunën e Klinës. Unë jam prej komunës Klinës, pikërisht gjella kam vizituar vendkalimet me Hekurud. Ajo shka kam konstatuar, do t'ju tregoj më herë, është që linia e Klinë, do të thënë territorin e Klinës në drejtim të Tepes, i ka dikon rreth 16 vendkalime, derisa ajo në drejtim të Përzërenit i ka edhe 6. Do thotë se këtu janë dikon rreth 22 vendkalime. Do thotë se Klina është njëri prej vendeve më të rrezikuar sa i përket aksidenteve në vendkalime me Hekurudha. Ne tash kthehemi të faktorë të cilët ndikojnë drejt për drejti, e kemi faktorin hekurudhor ose brezi rrugor i Hekurudhës, i cili nuk është i pastruar gjatë t'i aksi rrugor dhe dukshmëria është shumë e vogël. Ajo që duhet drejtuesit e automjeteve me ditë që shpejtësia maksimale lëvizjes një treni o 60 km/h, derisa distanca ndaljes me shpejtësi 60-30 është 300 metra. Edhe këta shumica drejtuesve automjetit nuk e din. Edhe pikërisht është që institucionet e cilat e mirëmbajnë brezin rrugor ose infrakosi që na quajmë, është e obligueshme që ajo 10 metra ta përmbaj brezin hekurudhor, në mënyrë që dukshmëria të rritet dhe drejtuesit të automjetit në momentin e ndaljes, ajo të identifikohet, treni të identifikohet. Pra, edhe me qenë se treni e ka tahografin, edhe aty momentin kër ndodh aksidentin e qoftë se e bëjmë në një hulumtim, shumë qartë na shohin mësën edhe distanca dukshmërisë pse ka ardhur deri te aksidenti. Kthehemi pak te automjeti, të rruga, sinjalizimet janë në këto vendkalime janë të nivelit të duhur, pra është sinjalizu si vjetë, pra janë të nivelit të duhur që drejtuesit... Po, sinjalizimit funksionojnë ju me këto me barjera dhe gjysmë barjera, ju, por ekzistojnë shenjat. Dhe që drejtuesi i automjetit duhet me respektu shenjat e komunikacionit. Po dalim tek ajo që një faj shumë të madhe kam pikërisht ata që janë në vetura, që duhet të kemë kujdes dhe duhet ta kemë parasysh që treni nuk mund të ndalet të rrezikohet jeta shumë të tjerëve. Tash unë këtu du më tregu se në rast se ka dukshmërinë e qartë, atëherë sigurisht se faktori njeri ka të bëjë me aksident. Në qoftë se nuk e ka dukshmërinë e qartë, do të na konstatojmë që kam pas raste që kam hulumtu në pej për shembull, atëherë e shohimi që ma faktori njeri nuk ka shka më bë, se nuk e ka informacionet. Edhe pse secili drejtuesi i automjetit i trenit e ka për obligim se secili vend kalim mi ra sirenës, jo në distancë 10 metra, po në distancë më të madhe se 600 metra, edhe jo një herë, po disa herë në mënyrë që mi paralajmëru. Drejtuesit e automjeteve kanë një obligim që sa herë ta kalojnë Hekurudhën, gjithmonë duhet me pas në shpejtësinë e parë. Në mënyrë që në qoftë se shkojnë me dytën edhe tretën, për shkak të infrastrukturës të vendkalimit, që është e deformuar, ose nuk është në rregull, e rregulluar, kerri ka më shkym. Do thotë i shkymet kerri. Edhe mëse ne pasojat janë fatale. Edhe pse ka masa preventive, edhe të drejtuesit të automjetit, edhe pse nuk i kanë informacionet ata, sigurisht që në momentin kur i shkymet kerri midis Hekurudhës, atëherë ai duhet me vendos moshën e parë dhe mi dhon me dhez, kerri mëse ne kthen ka 1 metër dhe 2-3 dhez me ai kalon. Do thotë jo me humb kohë për më dal me shty, jo me humb kohë për me dal prej aty, po thjesht e moshë i parë me 1/2, do thotë me dhez një herë 2/3 edhe ai kalon pastaj edhe zonën e rrezikut. Këto janë ato që tonan nuk mësohen. Për fatin të keqen nuk edukohen. Në qoftë se ka dukshmëri të zvogëluar, edhe nuk shihet, atëherë ai ka obligim për me hap drejtarin edhe me ndëgju zonën e trenit, a ka tren. Në qoftë se kemi dukshmërinë e zvogëluar në rastin e mjegullave të rreshura atmosferike
ose elementeve tjera. Kjo na ban neve që në fushën e aksidenteve, ose në autoshkolla, në momentin e ligjëruesve që duhet me ligjëru, atëherë me pas kujdesin e shtuar, sidomos të vendkalimet edhe si duhet ligjërojnë ata ligjëruesit, edhe si duhet i informojnë edhe kandidat se si duhet me kalu vendkalimin e kamësorit. Na nuk kem bariera, nuk kem na mundësi klina, për shembull me 22 vendkalime, me vendos bariera edhe njeri. Për shkak se ka mundësi se aty është komunikacioni ju identin, do thotë është i rroll, edhe nuk ka nevojë mi vendos. Po janë elemente tjera, edhe të faktori infrastruktura, edhe të faktori bisa dhe njeri, më saroni, se në secilin vendkalim, secili tren do të më kalu me shpejtësi minimale 30 km/h, maksimale më falni, 30 km/h, që do të thëtë, që në qoftë se neve në ndodhin në rast të tilla, ato aksidentet, ai e merr frenimin, po edhe i ul shpejtësinë, po me ulën e shpejtësisë pastaj edhe goditja në automjet zvoglohet. Po janë rregullat teknike të shkruar thjesht na ekspertët që merremi me ulëmtimin se si duhet të trajtohet një lëndë ose një aksident të tillë. Në fakt, këto teknika duhet përfshihen pra në ligjërata që i marrin vozicët në autoshkollë. Sigurisht ata që unë ju thash porës, me hap drejtaren, me ndëgju zërin, nëse dukshmëria është e zvogluar, pastaj edhe detajin tjetër që e përmena që me shpejtësinë e parë duhet me kalu, për shkak se nuk i dim na se çfarë infrastrukturë ka në mes rrugës, në kryqëzim të rrugës e tek rrugës. Këtu sigurisht se duhet ligjëruesi mi thonë, për fatin tonë keq na edhe ligjërues tillë që janë të fushës nuk kemi mjaftueshëm për më shumë me ligjëru. Po ajo që është shumë e domosdoshme është që ekspertët të cilët na merrni me këtë problematikë të nxjerrim në shesh çdo element faktorëve që kanë ndikuar të aksidentet, edhe pastaj me marrë masat preventive në mënyrë institucionale, se s'mujmë na ndrysh për me ba, mënyrë institucionale. Unë të dy rastet i kam të klinës që kom shku, kam bisedu me njerëz që shkardje të aksidente, edhe ky me fatalitet, edhe të ajë tjetër. Po për fat keq, unë nuk e kam tahografin, nuk i kam goditjen e derisa nal me përcaktu shpejtësinë e tina që sa akon treni, akon 30 km/h, që është shpejtësia maksimale në vendkalimi me hekur udhën, apo ka qenë 60 në orë që nuk lejohet. Që nuk lejohet, do më thonë. Po Kosova, për fatin tonë të keqe, nuk ka institucione përkatëse që merret me problematikën e aksidenteve. Ju e dini që neve tash veç një statistikore na thonë, vdes sot një, vdes tjetër, nuk merren masat. Do thotë nuk ka institut për institucionale ose mënyrë totale. Hekurudha çka duhet me bën është në mënyrë të menjëhershme. Derisa kemi këtë gjendje, aksidente ka, mungojnë këto informacione për cilat ju po flisni. Institucione nuk ka që i marrin këto masa. A mund të bëj diçka hekurudha në këtë moment si shpejt? Edhe hekurudha, edhe Ministria e Infrastrukturës është përgjegjëse për këto, do thotë bashkërisht me hekurudhën, infrakosi dhe trajnkosi, janë përgjegjëse për këtë sene, nuk mund me bë derisa nuk bëhen hulumtimet. Secili rast është specifik. Në secilin rast që unë kam qenë, për shembull ekspert që e kam kryer ekspertizën, në disa raste mund ka dalë dukshmëria e zvogluar në krahasim me shpejtësinë e zhvilluar. Edhe drejtuesi i automjet nuk ka shka më bën. Thjesht ai merr veprimin e kyçes, pastaj infrastruktura, vendkalimi. Atë ta shohim çush janë rregulluar vendkalimet. Ju më ardh me televizion edhe me pa ju i mi hallakat në tonë. Po ju ndërprestu, natyrisht ditëve në vazhdim do të jemi edhe nga tereni, për t'i parë saktësisht. Në qoftë se na shohmi, edhe e sheti infrastrukturën e vendkalimit, ajo nuk ka me në bazë standardeve të sigurisë. Para mendoni ju, neve na hec një tren 2 herë. Me 2 herë neve... Po, edhe është vetëm një linë. Vetëm një linë, edhe ne i hangër për një javë ditë, na i hangër një njeri e fshini edhe 7 lëndum. Po, më falni, në Zagrebi kanë tramvajat për çdo 5 minuta, për çdo 3 minuta. Po ka infrastrukturën e rregulluar. I ka semaforit, i ka krejt të rregulluar. Të na nuk duam me vendos për shembull në fshatat Kërshëv ose Stup ose ku ka ndodhur aksidentet, nuk kem të thonë me i vendos barierat. Të paktën infrastrukturën me rregulluar edhe dukshmërinë. Rregullohet dukshmërinë te pastru
brezin hekurudhor, pastro brezin e kroj. Ju nuk e dini, që 20 vjetë aty sa prek. Do më thonë, ki vend, kur brezi rrugor është gati në tren. E shetë dorën prej trenit edhe e prek. De facto, ato janë komplet njërë institucionale. Nuk kanë faj edhe trenkosi edhe infrakosi. Du mi të regu se kam qenë kryesuesi i bordit. Ata s'kanë pare mo, janë lodhë. Nuk kanë pare, për shkak se ndarja në 2 kompani që është bon, a bon njërë kështë se modelis suedis, deri se na nuk kem dalje, vish një dalje kem, nuk kanë pare thjesht, institucion të në totalisht. Do më thënë, na e kemi vetëm një linë, edhe një kosisht flitet për një linë me Durrësin, po e kemi këtë situatë shumë shqetësuese që është në këtë linë në Kosovë, që lidh shumë zona. Po, sigurisht, gjitha e zonat vendbanimit. Unë për ju thamë, vish zona e Klinës, si të fillojmë për ju i mirit, po edhe një stacion për ju i mirë. Edhe ishin një vend kalimit zeza, do thëtë jo legale. Unë e flasë për legalet, që janë 22. Ka ilegale që janë ndërtu edhe që ashtu janë. Edhe në kanë ndodhë 2-3 akcidente edhe me fatalitet, edhe kanë thonë se kanë ndodhë. Jo, shteti duhet mu morë. Kush e ka hapë, ose me legalizu, ose me mbyllë. Do të ciklina ka ilegale sa dëni. E përveç ciklinës, cilat janë disa zona shumë të rrezikshme? Është edhe Ferizaj. Edhe Ferizaj është njëna prej zonave shumë të rrezikshme për shkak se treni ka kalon midis qytetit. Tash Ferizaj ka bën një farë mose preventive të mrekullueshme. Nuk më ka pëlqyer ajo që ka bën qarkullimin rrethor të afër Hekurudhës për shkak se të automjetet se ka një gjatësi pak më të madhe nuk mujnë me kalu mrena qytetit të së mrena qasaj zonës, po si do qoftë, është një projekt që kanë marrë masa. Kanë marrë masa për me rregullu. Edhe tash atë çështje e komunës se çysh ka me rregullu infrastrukturën, po aty ku kanë vdekë kamësor gjatë tropimit rrugës ose edhe të automjeteve është bën një sigurim i nivelit pak më të lartë. Derisa Klina nuk është prek, nuk është dora e njerit faren aty ku të ndodhë. Iniciativa është bërë nga nivelli lokal për preventimin e aksidenteve të tilla? Jo, nivelli lokal e ka pas mi vendos shenjat e komunikacionit. Derisa infrakosi ka obligimet të mirëmbajtjes. Prandaj përpesa është bërë nga komuna, kanë marrë atë iniciativë apo është bërë? Komuna me sa unë e pash, edhe pse s'kam kontakt me të mikun tem sa kryetar, po si do të qoftë unë i kam hi me kerr edhe i kam këshyr për shkak se edhe mund brend ndërgjegja si ekspert i komunikacionit, qysh mund më ardh edhe me vdek. Edhe vjet e kim pas fatalitet 2. Nëse zgaboj si vjet 1, edhe në qoftë se ju e sheni 2 trene se kalojnë, dhe 2 linijat që i kemi përpej, edhe më nëndodhë tana këto fatkesi, për njerë duhet mu shqetsu. Duhet mu shqetsu. Këtu në nuk shqetsuot kërkosh as të akcidentet rrugore, as të akcidentet hekurudhore, për shkak se nuk ka institucione përkatëse profesionale, flas që merren me problemin e hulumtimit të elementet faktorëve që ndikojnë. Para se dalim të këto rrugore, akcidentet që po ashtu fatkeqësisht kemi pasur kohëve të fundit, pse mendoni që ka një mos interesim kaq të madh gjatë gjithë këtyre viteve nga institucionet, nga shteti, karshi hekurudhave, kur në fakt është një udhtim shumë komod për gjithë qytetarët, i lidh shumë zona, është i lirë relativisht, pse ka një mungesë kaq të madhe për të bërë diçka nga institucionet? Nuk e di sa dini, unë kam qenë ministri, kam qenë drejtar, kam udhëheq sektoret ndryshme, sektoret e besoj keni një përgjigje edhe me kompetente në këtë pjesë. Me plot kompetencë flas që institucionet tona absolutikisht se merren me problemin e sigurisë, pse nuk kanë njohuri, s'kan eksperta, edhe e dyta është që ata njerëz politikë që merren me politikë veç kur të ndodh aksidenti më thrasin. Çka ka ndodhur? Se për nërsh e ka kompetencë dhe nuk merë kur gjo, ajo fatkesia jo nuk ka përgjësi politike, do më thonë politikaj që kanë vendoshmerin që mujnë me marrë vendime, nuk kanë përgjësi. Jo, nuk kanë. Edhe kjo është ajo fatkesia ma madhe jona. Deri sa në qoftë se na si eksperta e propozojmë dhe shka, atër na nuk mund është ti mi thonë ati në shpirtë jam bane, se qështu është ma mirë. Nuk mund është, ti e herë në letër a i refuzën.
Na kemi rastin fush Kosovës. E kanë hek gjysën e rrugës, e ka hek shëritin e ngadalësimit. Po, edhe në fush Kosovë kemi pas e kanë hek, ata që po ju tregoj, e kanë hek komplet. Pse e ka hek? Lete përgjithësia e ministrit. Në televizion thot ekspertët më kanë propozuar. Ju, 2 ekspertë im kanë marrë. Unë edhe Ramadan Mazreku, sot nuk jem asnjëri. Duhet jem profesora jashtë. Në 3 muaj ditë, unë sa ka qenë Fatmir Lima, më një këshilltar të Fatmirit, kem punu që me nda fizikisht. Që bizneset, mas mi liju mu damtu. Nëse dikush dan në biznes më shku, atër ka më shku në shëritin dims. Kem pos shëritin për qarkullimin e transportit publik, fush Kosovë, Prishtinë, shtegun e biciklista, mos harroni, brenda shtegut nuk i ka pengu autobusat për me lëviz, pastaj edhe shpejtësia 40 orë. Do thot, shancat teorike nuk kanë pas mu damtu. Janë largu ato komplet për funi e TCS, për funi urës, edhe sot ai shqitoria se shet guma, se pja harraj edhe mas ta reklamoj, se shet guma, i përplasin automjetet në barë. Që unë e kom pas kontakt me atë njëri, që e ka mik, edhe më tha, edhe shka ka ndodhë, i ka qitë gumat për barë, nëse shkoni për fush Kosovë, këshune, të qërkollimi rrethor fill, ka qitë gumat barierat, i ka qitë njërë që automjetet mas më shku. Kjo aty të kallëzën, se na nuk punojmë në mënyrë institucionale, na nuk kemi strategji të sigurisë rrugore. Na s'kemi ligj të sigurisë rrugore. Besoni s'kemi ligj, që është bazamenti i sigurisë. Për shkak se qëtë ligj e kanë shkatërru telefon ministrit të tordë, nuk du mi përmend, me profesionet ndryshme, e kanë bërë ligjin për patent shofer. Pra ne punojmë në mënyrë partijake, fatkeqësisht. O, jo partijake, po si cilë ministër nuk keni konë ju mrena. Qaj ministër se të vjenë thëtë prej fillimit. Po pikërisht kjo. A i të kuptu, prej fillimit, nuk vinë me informacione prej jashtëmi, ekspertat që janë mran i neglizhojnë. A ka marrë ndonjë hap qeveria Kurti në këtë periudhë sa ka qenë? Jo, çfarë? E ka marrë rregullimin e ligjit mbi trafikun. Rregullat mbi trafikun. Edhe ma kanë dërgu që me po është çaj farë ligji është një përpunu mirë. Unë ja kam këthuj se 80% do të me bënë ndryshime. Edhe tjetër është që duhet me kriju ligjin e sigurisë, jo të rregullave të trafikut. Rregullat e përbojnë ligjin, nuk është ligjin mbi rregullat. Po rregullat e përbojnë ligjin, do të thotë nenet ato përbojnë. Jo më me bë ligjin mbi rregullat, ditën që ke marrë diskutimin publik, nuk ka pas media, unë i kam thonë, duhet me i bënë ndryshimet, nuk do të hi në debat me qenë se është 80% për më ngru, si pas mendimit temë dhe kolegëve të mi, e janë ta krijojmë, kjo Paculli, deputetja, profesor të hajde, ta krijojmë, tha, qëtë ligjë të mirë, tha, Bashkan Gjetu, pa pare. I thash, pa pare së përnoj, po edhe në qëtë ligjë nuk vi. Për njerë po, që shtoj thash, pa pare nuk përnoj, po edhe për qëtë ligjë nuk vi, edhe me pare nuk vi. I kom thonë, në sekret, aty në prezent se kanë qenë, e ata krijojmë ligjin e sigurisë në komunikacion, që unë po vi pa pare 2 javë, 3 javë, sot ka nevojë, veç ta bëjmë ligjin mbi sigurinë komunikacion, veç ta bëjmë. Edhe ajo bazament ligjor, na nuk e kem bazamentin. Besoni, jam ekspert gjyqësor. Kur shkojmë gjykat për ekspertiza, thirrën edhe gjyqtarët. Ligjin e sigurisë unë i them s'ka. Ata më këshyrin. S'ka marrë ligj sigurisë? Avokat thirrët ligjin e sigurisë. Nuk ka ligj sigurisë. Nuk ka. Ka ligj mbi rregullat e komunikacionit, edhe që ata keni me e përdor. Që do të thotë se na nuk kemi as strategji, mojmen, si kemi as institutin për hulumtime, tjeta i privatës së shtetënor, nuk e kem agjensin që do t'i merë mosat preventive, ose do t'i merë rekomandimet e institutit, si agjensioni mu morë mësanej edhe me punime tjera, ose me mosat preventive ekzekutive. Edhe kjo të kalzan. Për fat keq, une e kam bo një punim 2018 në Macedoni, edhe ku shteti Macedonisë kryetari ka organizu atë konferencë, edhe i kem qenë ekspertat e Evropës Jug Lindor, unë kam qenë prej shqiptarëve, me një temë mosat preventive të aksidenteve edhe metodat e uljes së aksidenteve. Sot e kam prezentu atje po, atje është marrë parasysh, edhe është në zbatim. Ku këto? Jo marrë. Kosova thjesht nuk ka të dosht mu marrë me këto aksidente.
Shumë keq, edhe në këtë gjendje që jemi, pra kur institucionet nuk kujdesen për ne, na mbetet të bëjmë thirrje që të kujdesen vetë qytetarët, të kenë kujdes shumë të shtuar. Prandaj kanë nevojshme dhe ato taktikat, nëse vetëm s'ka kujdes nga institucionet, paktën t'i dinë këto informacione. Kujdesemi ne për vetëm. Për fatkeq, unë jam kthy për Zagrebit si student dhe atje kam specializu. Ajo që një rritun i kam marrë atje, ka nuk vlejnë. Edhe pse kam qenë në udhëhes ministri, testimin e kem bën 2004. 2005 ka qenë veç mu praktiku. E kem bën edhe këta më falni se t'ju tham, e kem bën edhe databazën këtë në Kuvend Kosovës, kur kom dhënë ndërheqje për shkak të presioneve të ministrit, mos harroni. Edhe kur jam largu sallën pej, edhe në Prishtinë kanë vjedh kompjuterat. 300.000 euro që i kom da, mos harroni, për kontroll teknike të policisë, edhe për ndërtim të policisë që i kom da, për shkak të hulumtimit të aksidenteve që këta i thojnë godet e hik, unë i tham jo, këta godet ajo krem, e hik. Nuk është aksident, po, hik, ajo krem, edhe du të mu hulumtu, së dhe kësaj dite nuk e kanë, kër i kem da parët edhe për të më kënë, në të kohë, së të përfese kënë, prapë nuk janë. Halakat një qysh i bojnë kontrola teknike, a i bojnë kontrola teknike të regullta, a i bojnë kontrola teknike të jashtëzakonshme, të dy port, pse nuk kanë kontrol teknike të vetën. Shpenzim buxheti është 500.000 euro të ditë. Domethënë, kjo është Kosova, që na nuk dëna me hec përpara, pse të vjen ty ministri i një kalibri jo profesionist, dhe që profesionistat mrena shuhen, o duhet me nshu, o dush mu dal mes. Pra nuk dëgjon këshillat e tyre, edhe pse janë profesionistë. Nuk i ngon kush. Une, kur kam dhënë ndërheqje, kom thonë shove të mi, mu të më dukë që të më konë të hinë vërë. Mon nuk më i menet. Pse? U bona kampioni letra, të lujt letra, edhe u kryma. E shisha se nulli mon nuk ka vlerat. Jo se s'ka vlerë, por është për tukë. Është profesionalisht për tukë, edhe u largum. Nuk ka ndryshu bash as një pikë. Unë jam kontakt me shokët mi, gjithë janë të tilë. Gjithë janë të tilë. Se cila qeveri se vjen, se cila minister vishtojnë edhe mazi. Do më thonë kjo keqja s'kishfon. S'kishfon, absolutikisht. Kjo është ajo fatkeqësia. Në jo shumë keq që po jetojmë këtë realitet, që thatë edhe ju, kjo është Kosova, të paktën këta ministra që vinë që nuk janë profesional, do t'ishte mirë t'i dëgjonin profesionistët, do t'ishte ndryshe situata. Si është në komunikacionin rrugor? A është po kaq shqetësuese? Jo, shqetësuese në komunikacion rrugor. Ti me 1.600.000 vetë, e ki 100 vdekun, dherë 120. Si vjetë janë të livdu, si i ka 98. Janë të livdu. E të marrë. A di shka dhe më thonë. Këtë ti livdu është si i ki 98 vdekun, e s'ki morë mosa preventive bashkërgjon ishë. është fatkesi. Policia ba vetën del, i shkreti me ato menuhet për më bo krijohet. Projektet nuk i kryjnë policia. Policia është ekzekutiv, ligjin e zbatan. Sa ndojët zotit tjetër. Po nuk ka një projekt afat gjatë shkretë dhe ata, për shkak mungesës profesionalizmit, që një vit i ka 12 muaj. Shka do të më punu? Cëllët janë elementet e faktore që ndikojnë janarën, shkurt, mars, prill, këto do të mi hulumtu. Tjetër kush, e mi adhon në dorë policisë, edhe mi thonë, zhvillo programin afat gjatë dhe afat mesëm. Afat gjatë o vjetur edhe 10 vjetur. Cëllat janë? Shpejtësia, rrypi sigurisë, do të të këto që ja ki non-stop në për këto. Cëllë e efekti të ne? Telefoni. Ju telefonin e keni, sët në ligjë keni të regullave trafikut, që ka një dënim më të vogël se sa rrypi sigurisë. Rrypi sigurisë është element pasiv. Po, edhe është siguri për personin që propozit ma shumë. është pasiv, na i thojnë. Individuale. Edhe pasiv është në qoftë se ai godit automjeti, ai nuk ta lën trumin. Po, ai të mbrohet personin. Telefoni aktiv. Për shkak se ti gjatë drejtimit të automjetit tjetër drejtu automjetin e të fol. Je është element aktiv. Edhe që në çdo moment mundesh me bë aksidente. Këta kullerët thojnë 2 stirrak. Po stirrak 2. Një, e dyta është dorën e kitë zonën, nuk kiti ma funksionan, ashtu kështu i ki 5 komanda. 4. Po ti i ki 2 dorë, 2 komi. Ndërkohë, a kemi kulturë të vozitjes? Flasim pak edhe për këtë pjesë. Po, në mbikëqyrje se e kem na, unë e kom thonë 100 herë, e kemi nivel në kulturë shumë të madhe.
seriozisht e kam. Unë e kom po në Zagreb kur janë rrej për parking. Unë kom po në Zagreb kur janë rrej për se si dha për parësi. Për njerë po. Midis qytetit janë rrej. Do të thonë, na kem nivelin e kulturës, por na nuk kem mbikëqyrje. Ne jemi shoferët më të mirë në botë marr. Çfarë mbikëqyrje kem? E kin ligj, shoferi i ri 2 vjet. Jemi po shoferë të mirë për shkak kushteve që kemi pas. Është dash më po zoti vetës. Pse ne jemi shoferë të mirë? E kin ligj 2 vjet zguxon migrant kerrit pa mbikëqyrje. Po kanë tollumtu. Asnjë nen i ligjit nuk guxon më kon pa arsyeshmëri. Kur na kem bë ligjin e sigurisë 360 nene, im kon 10 eksperta që kem thonë mendimin. Arsyeshmërinë teknike. Kur e kem thonë arsyeshmërinë teknike, juristat kanë qenë aty dhe ata kanë përkufizuar juridikisht se për herë të parë janë futur aty mbrana dhe kanë pasur qysh ndërtohet. Po të kthehesh në kësaj 2 vjet duhet me drejtuar автомjetën në mbikëqyrje. Nuk e kem poligonin e sigurisë. Poligoni i sigurisë është mas 2 vjetëve shkon kandidati, verifikon aftësitë e veta fizike mendore në poligon. Në të gjitha kushtet. Dash nakën, dash shënqëri, dash truklak, dash terën. Ajo ty ta jep, në qoftë se edhe ka kalu me pare. Që në mirë. Aty e kemi fazën përfundimtare që një drejtuesi automjetit, në qoftë se kalon poligonin e sigurisë, pavarësohet me drejtu automjetin i pavarur. I pavarur. Jo se e merr patentën e përjetshëm. Po drejtimi i automjetit i pavarur. Për shkak pse jo i përhershëm. Për shkak se faktori njeri ndryshon. Mundet më kon rregull mentalisht, mas 1 muajve, 2 muajve, 6 muajve, 1 viti fregullohet. Po nëse jemi shofer kaq mirë, pse kemi kaq shumë aksidenta? Po për ata unë po të them se s'kim mbikëqyrje, se me pas mbikëqyrje të fortë, edhe të mirë, atëherë sigurisht se niveli i aksidenteve kish më ra. Shka din, hajde që unë ty do më tregu, shka din shoferi për akullin e zi sot? Shka din? Nuk din kur gjo, shoferi. Nuk din shoferi shka është akullin e zi. Shka din shoferi për faktorin incident? Që na kem klin, hiq ma pak se 10 raste mas luftës, që i ka ra kërshi, i ka ra lisi, i ka ra edhe i ka myt njerëz. Edhe për telefon e dim që nuk lejohet dhe nuk është mirë të përdoret, po e përdorim, nëse e shikon, edhe neve jemi pjesë e komunikacionit, çdo e dyta vetur është shoferi me telefon dorë. Po mje keq po e tham, po besoj këto përvoja i kemi gjithë. Më duket i kryen. Na faleminderit shumë për se më keni ftu. Shkoni të rreth i flamurit, shkoni të secili qarkullim rrethor në orën kulmore. Ora kulmore. Kur lëvizin automjetë dhe janë. Mara çdo i dyti kërë ka telefonin në dorë. Po pikërisht. Mirë. Për shka është ai nën atë? Pse kanë qitë nenin? Pse kanë qitë marrë nenin? Ky është një debat që natyrisht do të kërkonte edhe prezencën e përfaqësuesve të institucioneve të tjera, po që sot ishte e pamundur të mbledhë, meqense edhe festë, por natyrisht që do të kemi edhe raste të tjera. Cili është vendi ose zona sa i përket aksidenteve rrugore që është shumë e rrezikshme kohëve të fundit, nga ajo që vëreni? Edhe nga raportet e policisë që kemi pa deri tash. Gjithmonë këto aksidentet që kanë ngarkesë të automjeteve janë më të rrezikshme për fatalitet, sidomos ato rrugë të cilat forma gjeometrike e tyre është me devijime, do të aty ku ka kthesa, edhe në qoftë se na ta shumë edhe kallëzojmë atëherë unë ju tham se rrugët nacionale të cilat janë me dyshërita të komunikacionit me kahje të kundërt, aty është niveli i rrezikshmërisë shumë më i lartë. Pastaj na vinë rrugë të autoudha, që to autoudha nuk ka lëndime trupore, aty ka fatalitet, derisa to rrugë që i thash aksidentet me fatale ndodhen gjatë të i kalimit, edhe parakalimit, derisa edhe rrugët regionale, që ngarkesa pak ma ullë në krahasim me rrugë nacionale, edhe aty i kem nivelin e tretë që shkaktojnë aksidente më shumëti. Po, sa pyetje e bukur është, a kemi na harta digitale ku në ndodhin aksidentet? Nuk kena. A kemi na harta digitale ku i kemi pikat e zeza? Nuk kemi. Cili është niveli i shinjëzimit të rrugëve tona? Nuk ka. Edhe ata ju kallëzoj. 40% janë të pasinjalizume, edhe 1% tjetër është nuk janë të sinkronizume shenjat vertikale edhe horizontale, edhe kjo neve tash edhe 1% tjetër janë që nuk janë në rrumë që i 10 vjet, 50 vjet shenjat
që janë me korozion, edhe e kanë hub dukshmerin që mund me kthy informacionin shoferit se çfarë shenja është. Kjo i bjen që ne vozitim më shumë për mensh se sa për Për cilin të thonë unë jam o sinjalistika. shoferi më i mirë në Evropë, edhe në botë. Më të mirë që në botë. Unë e pjo thamë, këta institucionet tona nuk kanë statistika të aksidenteve para 2008-ës, që nuk e dini. 2008-ën kam fillu unë në zyrën edhe Ramadani, profesor Ramadan, mi majtë. Po unë e kam funksionu në pej. Na kem pas 8 dekon, mërëna 7 vetëve në pej kam pas. Që kanë qenë rëndësjellëse. Në të njëjtin vend, apo... Vesh në pej edhe në Deçan, Klin edhe i Stag. Po, Dhe më thonë, në këto të zona. kom funksionu atje, që i kom mojë statistikat. Për mes politëve, sigurisht. Edhe politë, gjithmonë kanë informu, qëtu kem një vdekon, qëtu, 8 vdekon mërëna 7 vetëve. Edhe unë ju kom thonë, për fatin keq, kem hullim tu, bashkë me dalin, hata shohem kun. Rruga Deçan, pej ka qenë fatale, për shkak të arrave. Asë një vdekje si ke pas në rrugë, këtë vdekje të ke pas në arra. Nora, mirë marë po, hade edhe në atë kohë kemë propozu hekne arrat, që e kini edhe pjesën aty të që një studente tash besoj shumë shpejt ka më dalë edhe në master që ka temën e diplomës, ka më dalë me mosa preventive, edhe hade të rregullojmë, po ju edhe në atë kohë nuk në kanë lënë, se në atë kohë kemë posën mikin, sot marë kush në nalë? Kush nalë sot me kriju institutin, kush nalë sot me kriju një agencion? Ju dini se nuk një kalëzohë dhe tjetër. Kodër të ministrisë, ma se kom dalë unë, me telefon, mikun tem e kam su, qysh me regulorën mbi themelimin e këshillit, se në ligjë ke pas, dhe agencionin, për me ndërtu. Sot mrena ministrisë nuk ka këshill në Për momentin janë në zonë me kuvend, deri të konstituojnë kuvendin. Jo mrena krejt Kjo vitin klasa në jo zonë, politike. në herë krijimin e qeverisë. Po, sa gjithmonë ka një arsye që s'është vëmendja ato të duhet. Mrena e më konë, 3 muaj ditë jem rujt për ministrit, se e tisha se mas 3 muaj e bjen pare, edhe... Për cilin ministër po flesim? Krejt marë? Nuk ka me vequ. Nuk ka me vequ. Është një situatë që edhe vazhdon. na si profesionista mas 3 muajve, babo, jena knosh mrena. Po unë s'kom dosh mu knosh mo. Jem largu. Pse? As një pik autoriteti, as autorizimi me pënu edhe qëtë përshrimin se kam pas në kontratë teme. Zotri Dedaj, me gjithë këto informacione që keni saj përket këti aspekti, a ndjeni keq sot që nuk mundeni me jap kontribut në ato vende që ju keni mundësi me jap? A njëm keq. Mu vje marrë kur dalë për jashtë në konferenca shkencore dhe kam një respekt shumë të madhë. Këtë këthejna në vend tem, nuk ne jepet mundësia që na njerëz profesionista mu marrë me fushën tonë. Unë maksimumin tem e baj me studenta të vitit 2 që i kam, edhe me ta dalë në teren, edhe bojmë hullumtimin e vendeve të rrezikshme që mrena 2-3 jave do ta shini. Kemi një konferencë shkencore edhe aty paraqesim. Na kemi pasurën e Badovcit që kam shku me studenta që ka qenë shpejtësia 30 në orë, mu shpejtësia sigurisht ka dole 18 km në orë, që pastaj kemi pas pasoja 3 vdekun për fatin keq. Konferencën shkencore kemi prezentu bashkërisht me studenta që mundet më bo, unë e kam pas fjallë në sigurisht ata tjertë për ndërtim, do thëtë që na profesorët... Po, në fushat e juve. Po, edhe fuzinohemi në një temë, edhe një urë me sa metra që është aty 20 metra, më duket 20-30 metra, mi i bo 3 vjetë, 2 vjetë, që kjo turpit të jons, në shohët në qarkullim, pa u testu. Që në marë po na jem në Evropë. Unë e pju kalëzej kur kam qenë ministri, kur i kanë marrë urat fori, i kanë testu me TNK, ngarkume në kamiona, që kam qenë prezent, se më ka interesu siguria rrugore. Na bojmë 32 vjetë, ura nuk testohet, edhe në shohët në qarkullim. Për nesër mundet më plesaritë ose të shka me ndodhë në aksidente. Që është mjaftë e rrezikshme. Po, unë e pjo thamë, jenë të në dekë për shkakt fakturit rrugë, se për kërkush përgjësi. Ju me e po në përseanca këtë pa ditën, ministria vjen avokati i Ministrisë Drejtësisë, që unë e kom pas një rast. Edhe, kër unë e kalëzoj, kër unë i thamë se që kjo nuk është qështo, edhe nuk mundet më konë, se o faktori rrugë ka shkaktu aksident. Kem pas rast, njerën në karrocë është i drenasit. Po
Po mirë, seanca gjyqësore, ku ta ka ekspertin e mirë të fort, i dzerë krejt shënimet, edhe hullumtojnë. Po, sa ka efekt kjo mandej nëse ajo është në agjendje Jo, sot? ajo është në mënyrë individuale. Ajo është në mënyrë individuale. Nuk është ai institut, as nuk është agjencion. Agjencioni i pranon gjitha studimet për institutit edhe rekomandimet e tina. Edhe për pikat zeza, shqyqeni, në Kosovë kem shumë pikat zeza, 2 kemi identifikuar në profesori Ramadan, që ato 2 janë edhe sot, edhe nuk ka ma asnjë. Kroacia, Austria, Slovenia kanë harta digitale ku të kallëzën se o pika zez. Edhe ti ku të afrohesh ki me po, se o pika zez. Ku është akull i zi. Për çdo vjet në vdesin, që është akull i zi, besëni. E ka marrë kontratën e ministrisë. Veç cekët akull i zi, pa asnjë mos preventive, pa asnjë vend se ku paraqitet. As forma paraqitjes tina, o besëni, që e kam pas 2 raste. Edhe më ka interesu kontrata, kur më kanë pru, e kam pa vetëm cekët okullizi, pa mosa preventive. Qysh paraqitet. Na si shofera, në qoftë se na shkojmë, atër ti e shese, qysh është? Sinjalizimi është numër 1 sa i përket faktorit rrugë. Ne po ju falenderojmë për sot që erdhet, që në fakt ishit edhe shumë i hapur duke treguar se çfarë ndodh edhe brenda institucioneve dhe në fakt ajo që ndodh brenda bën që ta kemi edhe këtë situatë në praktik. Urojmë që të ndryshojnë gjërat, këtu jemi për çka do që është nevoja për të diskutuar, natyrisht edhe për të bërë thirrje të duhura që të keni kujdes në komunikacion. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe për ju shumë.